Hi guys, sot do mësoj më hapjen Scholar Mate. Fillojmë. Ne shkojmë në E4, ai deri në E5. Ne dalim në oficer në C4. Edhe ai deri në oficer në C5. Ne dalim me mbretëresh në F3. Nëse ai del me kal në C6, atëherë ne kapim mat me mbretëresh. Tani do bëjmë mënyrën tjetër. Mënyra tjetër është kështu. Ne prap dalim me ushtarin e E4 dhe ai del në E5, por ne tani dalim me mbretëresh në H5. Edhe nëse ai prap nxjerr oficerin në C5, ne dalim me oficer në C4. Nëse ai bën për shembull, nëse ai bën këtë lëvizje, për shembull, ne e kapim mat. Por nëse ai nxjerr me kal këtu në H6, atëherë ne e marrim këtë ushtarin, po ai na merr. Sepse mbretëresha është shumë e mirë, por ne nuk mund ta kemi parë shumë mirë atë, dhe prandaj ai na i merr dhe ne ja marrim dhe humbim kot 9 pikë. Kaq kishim për sot. Shihemi herës tjetër, like dhe subscribe.